ju e dini gjithë, ashtu siç e di edhe unë, e duhet ta di secili qytetar i Malishevës se doktor Gëzimi është shembulli i një personaliteti me vlera të larta profesionale e kombëtare. Një pediatër që për mbi 20 vite ishte pranë çdo fëmije, çdo shtëpie në komunën e Malishevës, një mjek që nuk është kursyer as ditën e as natën, që nuk ka shikuar orar, por vetëm ka shikuar nevojat e qytetarëve të kësaj komune, një luftetar i lirisë që si student ju bashkua Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Ky është doktor Gëzimi, një kryetar që njeh nga afër çdo rrugë, çdo lagje, çdo fshat. Një kryetar që nuk e sheh këtë komunë si trampolin politike, po si shtëpinë e vet. Dhe askush nuk i njeh më mirë hallet e kësaj komune se sa mjeku që ka qenë aty për çdo familje. Atyre që kanë dilema, tregojnë që programi i Partisë Demokratike është programi më i përfshirës edhe ka me pret secilin qytetar të Malishevës pa dallim partie. Faleminderit shumë e dua të gjithë.